A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shanu falendrojmë. Salavat e selamet për shëndetet tona dërge Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm, edhe ne që dim arabishtën, për edhe ju që se dini arabishtën, hoxha afozi në rëqatin e 3 dhe të 4 në lexojnë nga surat e Jusuf. Surja e Jusufit, so përmend disa herë emri Jusuf e kështu me radhë. Nëse ne ndalemi dhe i shikojmë temat e Kur'anit, që Allahu Gjellëshanu i trajton në këtë Kur'an, kanë thënë ulemat janë 4. Një nga temat është adhurimet, e dyta janë halali dhe harami, e treta xheneti dhe xhenemi, edhe e katërta historia apo ngjarja historike që ka ndodhur para pejgamberit alayhi salatu wassalam. E Allahu Gjellëshani thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka pas para teje pejgamber që kanë filluar nga Ademi alayhi salam deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka pas thuhet 124.000 pejgamber. Ka pas pejgamber që kanë jetuar me shumë vite, për minimi vite, e kanë pas pejgamber që kanë jetuar ka 800 vite, 700 vite, 500 vite, e pejgamberi jon ka jetuar sa 63. E Allahu Gjellëshanu kër i kallëzon pejgamberit alayhi salam se ka pas njerëz 80 vite s'ka bo mëkate. Thuhet për Zekriajin alayhi salam, Jahjan alayhi salam, Uzairin alayhi salam dhe Dhulkifli. Këto 4 pejgamber të Zotit thuhet që 80 vite s'ka bo mëkate. Pra mendonin sot në 8 sahat ndoshta s'muna me i bo pa gjunahe. Apo me thonë 8 dit kemi nejt pa mëkate. Si s'keme bo. Ku ta masha telefonit ring, del diçka ati. Shpejt e shpejt dush me hic. Andaj ndoshta në dita nuk ka mundësi me kalu pa gjunahe. Po pejgamberët e Zotit thuhet për 4 pejgamber që i seka, Zekrijahin, Jahjen, Uzairin, Dhulkifli, 80 vite s'ka bo mëkate. Edhe paramendoni ata që kanë jetu ka 700-800 vite, sa namaz kanë bo, sa adhurim kanë bo. E nuk është njësoj të Zoti ai cili ban namaz 50 vite dhe ai cili ban namaz 10 vite. Që një shembo, kanë qenë 2 njerëz, ku thot një sahabi erdhën të pejgamberi sa me pranun islamin. Edhe one e pash një ëndër se njëri prej tyre vdiq si vjet, shembull, 1 vjet, e tjetri vdiq vitin tjetër. Edhe e pash një ëndër duke qenë para dyrëve të xhenetit. Edhe ky i cili ka vdek 1 vjet mas këtij shokut vet, hin xhenet i pari, edhe pse ki i pari që ka vdek para këtij shokut, ka qenë thuhet që ka vdek në luftë në xhihad, edhe shumë ibadet ka bu, e ky që ka jetu mas këtij 1 vjet, hin xhenet i pari. Edhe mundova, thot ky sahabi, mundova edhe unë me hi në xhenet, më tha prita se s'ka në radhë aty, e thiri atë që ka jetu pak ma shumë, i pari me hi në xhenet, pastaj këtë dytin. E ky lajmi shkoi te pejgamberi alayhi salam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha pse po habiteni, se ky i cili ka jetuar 1 vjet mas këtij shokut vet, ky ka bo namaz, ka xhiru, ka bo punë të mira. Po donë me nga kaldu pejgamberi alayhi salatu wasallam se në xhennet ka me hi pari ai që ka bo namaz shumë vite, ai cili ka xhiru shumë vite. Pejgamberi që kanë xhiru shembull ka 500, 600, 700 vite apo 1000 vite, thuhet që 1800 vite kanë jetu, ato kanë bo namaz ma shumë se ti dhe unë. E tash, kush ka mi xhenet i pari? Dje e shpjegum, shefati pejgamberit asam. Kush ka mi xhenet i pari? Ka mi Muhamedi alayhis salam. 63 vite i pari në xhenet, ummeti ti, ummet i pari që kanë mi në xhenet. E kur Allahu Gjellëshani i kallëzon pejgamberit alayhis salam se ka pejgamber që kanë jetu ka 500, 600, 700, sikur se pejgamberit alayhis salam mi ardh dyqysh
Pse mërzi, pse ata me shku me jetu ma shumë e unë ma pak, sukurse mi ardhë keq. Atëherë Allahu Gjelleshanu thot, o Muhammed, unë ka me ta qunë mrenda vitit një natë, e cila është më mirë se 1000 muaj. Ajo është natë e Kadrit. Ubade ibn Samit tha, hadithi transmetohet në librin e Buhariut, tha pejgamberi alayhis salam dul me na kallxu natën e Kadrit. Kur është natë e Kadrit? Po i po një 2 veta duke u zonë në xhami, duke u përla apo me fjalë. E pejgamberi alayhis salam shkoi me i do ato 2 veta, masi i dojti Allahu Gjelleshanu ilmin që ka pas me i kallxue muslimanve se kur është natë e Kadrit, Allahu Gjelleshanu janë ngre atë datë. Edhe ju thot sahabëve, po ta me ju kallxu, ama që ato ishin që ato 2 veta shkak sebeb që u përlejtë në xhami. Shikoni, mu përla në xhami, po pa më parasysh 2 vlezër që përlahen, zihen me zveti, shikoni çfarë mirësie, çfarë begatie Zoti neve na ka tërheq, në thonë që me na kallxu se kur është natë e Kadrit. E tha, shkova me i do, e Allahu Gjelleshanu ma hekjat ilmin nga koka, edhe nuk di se cila është natë e Kadrit, por tha, shikoni, tha, lipeni të nata 29, lipeni të nata 27 dhe lipeni të nata 25. Ka ardhur hadithe tjera ka thonë lipeni 10 e fundit të Ramazanit. E sahabët nuk e pyetën pejgamberin alayhis salam me thonë, ja Rasulullah, na kallxobe sa kur është natë e Kadrit, po çka tha? Çka thanë sahabët? Çka e pyetën pejgamberin alayhis salam? Ja Rasulullah, po na kallxon nëse e zojmë natën e Kadrit, çka duhet të themi? Çka duhet të bëjmë? Atë pejgamberi alayhis salatu wasallam tha, thujni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti e falës, e don faljen, na fal neve. Çka dua? Pejgamberi alayhis salam thot, thujeni çka dua nëse e zini natën e Kadrit. E sahabët nuk e pyetën se cila është natë e Kadrit. Po pejgamberi alayhis salam tha, lipeni 10 e fundit. Është një hikmet, një urtësi e madhe pse Allahu Gjelleshanu neve nuk na kallxon se është natë e Kadrit. Cila natë është natë e Kadrit. Edhe pse ka prej sahabëve, shumë sahabë kanë thonë që natë e Kadrit është nata 27, që jemi ne sot. Po në Mekën Medinë ka qenë dje nata 27. Ato është nata 28. E tash kush e ka tamam? Kretë natët janë të Zotit. Pa i cili ka hije me 10 e fundit me namaz, me dua, me sadaka, me lexim Kur'ane deri në fund ka me zonë natën e Kadrit. Po bëj beje që ka me zonë. Edhe ka marrit. E prat pejgamberi alayhis salatu wassalam neve na mëson se hikmeti i kësaj pse Allahu Gjelleshanu ja ka tërheq, ja ka ngrit atë ilmin, që mos më mbo në dembela, me thonë në po shkoj të nata 27, edhe po bëj ibadet edhe po e zonë natën e Kadrit. Përmendoni njeriu me ditë kur është vdekjen, kur e ka vdekjen. Pse Allahu Gjelleshanu e ka prej urtësive ti e ka mshef vdekjen, edhe e ka mshef kiametin. Me të kallxu ti o musliman, duhesh me kon hazër, çdo ditë duhesh me prit vdekjen. Qohën sabat thuj ndoshta akşam ka me vdek. Kur të bish me flet thuj ndoshta në sabat s'ka mu qu. Për atë ulemat kanë nu vasijet, domethënë testament kanë nu njastik, kur kanë ra me flet se nuk e din a janë qu sabat apo se janë qu sabat. Sa familjarët tonë që kanë ra me flet me pijamat e vetë, me domethënë me shembull saksalem kur janë qu sabat, shembull kur kemi parë janë domethënë vdek. Sa veta janë qu sabat në akşamit si ka zonë. Andaj vdekjen edhe kiametin Allah e ka mshef me një urtësi që me të kallxu ti duhesh më përgatit. Edhe natën e Kadrit Allahu e ka mshef që ne me lip në 10 e fundit të Ramazanit. E jo bingo. E keni pa ato bingo? Ajë që ndoshta të shkjen nata është. E Allah nuk ka qef që me një natë ti me fitu. Shikoni, ela inne sil'at Allahi hi el galje. Çmimi i Zotit është shumë i shtrenjtë. Çmimi i Zotit është xhenet.
për me fitu gjennetin lip mund. E Allahu Gjellëshanu për këtë nat e ka zbrit edhe një surë komplet Kuranit, e cila është Suratul Qadr. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne e kena zbrit, kanë e ka zbrit Allahu natën e Kadrit? Kur'anin. Allahu Gjellëshanu e ka zbrit Lauhil Mahfudh. Thot Ibn Abasi, në qiellin e dunjas, qiellin më afër dunjas e ka zbrit komplet, pastaj natën e Kadrit, pastaj mrena 23 viteve Allahu Gjellëshanu ajet për ajeti e zbret Kur'anin pejgamberit alayhi salatu wasalam. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Wa ma adraka ma lejletul Qadr. E ti çka din se çka është nata e Kadrit? Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. 1000 muaj disa ka sa vite bën? 83 vite e 4 muaj apo 83 vite e 6 muaj. Nata e Kadrit më e mirë. Jo çaq, po më shumë se ajo bën. Më shumë se 1000 muaj. E për këtë shkak Allahu Gjellëshanu thot pejgamberit sa ta kemi zbrit një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. E ti barazoje tash, shikoni, një plak I cili jeton të ne 60-70 vite. Sa xherim ka bo, mrena çatire 60 vite. Baballarët e tonë, që e kemi haxhin këtu, që janë pak më shumë se ne, që I kanë bo ka 70 vite. Po, zënë që 60 vite, 40 vite haxhirim, pa dyshim, nuk dishojnë në haxhirimin e plakut tonë, I cili ka haxhiru më pak se 40 vite. Po pjestoje tash 40 vite që kanë falë namaz këto 10 e fundit, që e kanë zonë natën e Kadrit, sa bëjnë? Pjestoje me 84, 40 herë 84, sa vite bëjnë? 3200 vite. Pa ka pas pejgamber që ka jetu 3200 vite. Në të në thua që 1800 vite ma shumë, po ka jetu ndështë a dykush e 2000 vite. Ama vetëm natën e Kadrit që e kanë zonë, ata, që është, ajo hikmeti pse Allahu Gjellëshanu e bje të umeti I fundit edhe të parë që kanë minë xhenet. Ne, shikoni, e kemi pas, e kemi në qef, në gjak, me pak punë dojnë a xhenet. Me pak punë dojnë a xhenet. E kjo është me pak ko, ne me 60 vite ne e fitojna, edhe kina me atej kalu për nga mërëve tjerë. Me lejnë Allahu Gjellëshanu. Këto janë premtimet e Zotit. Sa ato kanë jetu, një me kanë 2000 vite, kanë bo namaz, ama ti duke e zonë këtë natën e Kadrit, 40 vite, 50 vite, ti ja te kalon ata që kanë jetu, që më kanë 2000 vite, se ti 40 vite, po ai që ka jetu 50 vite agjërim, ai që ka bo 60 vite agjërim, hajt, ka 4000-5000 vite. E kjo është ajo hikmeti, Allahu Gjellëshanu, ja bje pejgamberit alajhissalam, natën e Kadrit thot, khairun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Allahu Gjellëshanu e zbret natën e Kadrit Gjibrilin, kretarin e melaqeve, zbresin edhe melaqet, bashkë me te ushtria e tij, zbresin, thotë nga mire se nuk ka plam natën e Kadrit që nuk ka melaqen tokë. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Edhe çdo sent natën e Kadrit caktohet ymri jot. Shiko, caktimet e ymrit tond, caktimet e rrezikut Allah I din para se me të kriju ti. Thot pejgamberi sa 50000 vjet Allah I ka caktuar caktimet e dunjos. 50000 vjet para se me e kriju dunjon Allah I ka caktuar. Edhe e ka lapsi u ka ngrit edhe mo e din Allah se çka do të ndodhe me këtë dunjë. Por natën e Kadrit Allahu I informon me laçet se filani këtë vit dush me adhon kaq rrezik. Filanit këtë vit dush me shkrujt shembull me fitue 10.000, 20.000, 30.000 euro. Filanin dush me I dhon fëmijë. Filanit ki ka me shku në haxh. Andaj rrezikun, jetën e xhelin caktohet në natën e Kadrit. Fia yufarriqu kullu amri fia natën e Kadrit çdo sent caktohet në natën e Kadrit. Salamun hiya hatta matla'il fajr, edhe
paqë dhe shpëtim dhe për njerëzit që e zojnë natën e Kadrit, që falen natën e Kadrit, zbresin me laçe të kush? Me laçet nuk zbresin për kafat. Me shkuti të ato të kulun, më falni, më shpreje, që më domina, sha, jo. Me laçet zbresin, e di ku zbresin? Ku përmendet Zoti. Thot pejgamberi sa me çtama kauman, ku me një vend ku përmendet Zoti, me laçet zbresin, e shton rahmetin e vet, Allah bën dua për to, Allah e shton mëshirën e vet, edhe i thot me laçeve, atyre va kon fal xhenat, edhe ata e kanë xhenetin. Në thonë me laçet e kini na për vende, na për shtëpijat ku falet namazi, na për vendet ku lexohet Kurani. E tash ne nuk është patjetër në xhami ti me i këtu vetë natë e fundit. Mund është edhe në shtëpi, po pse po them ne në xhami? Është mirë, për shkak se në xhami imam i lexon pak më gat, ndoshta shpejt ti nuk mundesh me lexu çat gat. Ti e di elem të rikefin, lila fi kuresh, kulli al kafirun, feleki nasin, andaj kimi sos që ato 8 recate, 10 recate, me gjim saate, apo 15 minuta, apo ajt, ama kur vjen shembull në xhami, imami lexon pak më gat, bën sejdë pak më gat, për këtë çka ulemat kanë thonë që është mirë, domethënë, këto 10 e fundit me çun xhami se i kimi me laçet me veti. Edhe e zenatën e Kadrit. Nëse nuk është sot, është nesër. Nëse nuk është nesër, është edhe mas nesër, se kemi vakt edhe 2 natë, e nuk e dim ne, edhe selamun hiya hatta matla al-fajr, paqë dhe mëshirë për ata njerëz të cilët prezantojnë natën e Kadrit, falen, lutën, janë me te me laçet, është me te Xhibrili alayhis salam, janë duat me laçeve deri kur? Deri sa të verën kohë e sabajt. Kjo pika të shkurta për me kallëzu vlerën e kësaj nate, për këtë shkak, kjo është këshill për në mua edhe për ju, po mos e humbni këtë natë të Kadrit duke e qu poshtë nalt. Po shfrytëzoni edhe këto 2 natë sa na kanë ngel, shfrytëzoni me çka? Me namaz, shfrytëzoni me Kur'an, nuk do të thonë që vetëm namaz dush me fal. Jo, kanë thonë ulemat nata e Kadrit, netët e Kadrit shembull, se nata e Kadrit është e 10 që i fundit, duhet me shfrytëzu me çka? Me namaz, duhet me shfrytëzu me lexim të Kur'anit, duhet me shfrytëzu me dua, duhet me shfrytëzu me sadaka. Sepse nëse e zë natën e Kadrit, me këto vepra shkruan sa 84 vite me ezon. Shembull, nëse ti i jep 10 dinar për çdo natë, te Allahu xhalleshanu pa dyshim ke me ezon natën e Kadrit. E çat natë që ke me ezon natën e Kadrit, çajo natë kanë më të shkruaj te Allahu sukur se ti te 1000 muaj ke me dhon ka 10 dinar. Po para më dhon ka 100 dinar. Po para më dhon për çdo natë ka 500 dinar. Po e cili ka më shumë e më shumë. Po ne po e cekim ka 100 dinar, 200 dinar. Për këtë shkak, llojshmëria natën e Kadrit është mirë kanë thonë ulemat, sepse shkruhet 84 vite. 84 vite që e ke bëu çat vepër. E dyta, xheneti, në ditë e ceka xheneti ka 8 dyrte e veta. E nëse ti nuk ta pranon Allahu namazin, ka me ta pranon leximin e Kuranit. Nëse nuk ta pranon leximin e Kuranit, ta pranon kan sadakan. Nëse nuk ta pranon sadakan, ta pranon duan. Bile me njënën me shku të Allahu xhalleshanu. Për këtë çka thonë ulemat, që është mirë me bë llojshmëri të adhurimeve. Edhe ne sonte, në thonë këshillim ka thonë, ma ka dhënë obligim. Në thonë, jo që ndoshta kemi nevojë, po me ushtim me bë sebab. Në thonë do të shtrohet astra, në thonë për xhamin, për këto imamat që na kanë kënaqur hafizler, në thonë këto ditë deri në fund. Ata që kanë mundësi dhe më thonë, mujnë me bo gajrat. Inshallah është natë e Kadrit, në nuk e di, por edhe nisem. Unë një ditë e patëm një kacë, në thonë pas jemi shumica 3, dhe më thonë jemi xhamat e xhamis, e patëm një kacë. Ajo kaca e kemi bo 100 kaca, në thonë kaca të vogla plastikës, deri tash një 20 veta i kanë marrë. Ajo va mundson ty për çdo vakt, për çdo moment me bë sadaka. Shembull ti don me dhon sadaka sot ose nesër. Zvjen xhami, s'ki fukara, ama mundesh me shtit e kaca e padyshim se ajo kaca do ta ndihmon e ki niyetin e sadakas, edhe ajo kaca do të shkoje për shërbimet e xhamis. Për talebat e tona. Ndoshta pra me pat
në thonë dham disa dhurata, po normal ato dhuratat janë konë, në thonë hedija janë konë prej donatorëve, por mato kacat ne i kemi talebët, i kemi nxansat e tonë, bëjmë aktivitete, në thonë e mirëmbajnë xhamin. Kështu që ata që dojnë e kanë këshillin, është këshillin, në thonë poshtë, masi të falen, në thonë si cili e merr kacën është me numër, nuk është patjetër me mush mbrenda 10 natë e fundit, nuk është patjetër me mush në Ramazan, nuk është patjetër me mush një muj, një vjet, vitin tjetër mundesh me na kthi. E tash ti ka 10 dinar shembull me ishtije, pa dyshim se jo kacë, s'ka me ta zonë, po do shta duhet një kacë më të madhe. Po ne kemi bërë çast sa kena kapacitetin ton. Po edhe me mush mbrenda mujt e bie. Nëse e mush për një vjet, ne nuk e lipmi, kina me kërku vitin tjetër në Ramazan me lejnë Allah, nëse jemi gjallë. E kështu që ata që kanë mundësi, që e ka lidh vetën tonë me dhon sadaka, e dyta e mëson gruan tonë dhe mëson e vladin tanë. Me dhon sadaka, çto dhe dinar që mos me shku me çu poshtë nal, po thuj që është sadaka, aty edhe shteni e padyshim se do shkojë në shërbim të xhamisë. Ma bëjnë Allah pak ndoshta një 5 minuta e zgata, po tash është sot kjo natë e kadrit, shpresojmë që është natë e kadrit. Ne lutim Allahun xhaleshan që të arrijmë natën e kadrit. Lutim Allahun xhaleshan që ibadetet e tona, adhurimet e tona, namazet e tona Allah kabul dhe makbul të na ban. Zoti ju shpërblet edhe juve. Wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin.